mandatit të katërt, mendoj që është problematike. E kam se të thamë drejtën, një lloj vërejtje që protesta duhet të përkajen, organizatorët e protestës duhet të dalin me platformë të tillë dhe me strukturat e tyre, me njerëz të tyre, me emra dhe mbi emra. Dhe kjo duhet të jetë, ajo protestë duhet të ketë lider. Thamë drejtën, duhet të përgatitet edhe për zgjedhjet tash, por nuk pranoj që ata në qofë se janë edhe kundër majtës edhe kundër djathës, mos të përmeni me emrat për lider të tyre, atër duhet të kanë një lider të spostuar i cili duhet të përzgjedhet të përgatitet dhe me qenë se droja ime është që faktorët ekstern, por edhe intern, mund të na servojnë një ram të ri ta quajnë thojza edhe për decene tash. Zoti Bilali, mendoni se deri më tani ka pasur ndoshta ndonjë ndërhyrje politike në këtë protestë qytetare që po zhvillohet, duke qenë se kemi parë edhe lider politik, ndoshta të partive të vogla apo edhe të opozitës në atë shesh? Po sigurisht, pushteti ka të infiltruar strukturat e tyre. Bëli mendoj që janë jashtëzakonisht agil, me forma dhe metoda të ndryshme me operativësat e tyre, pushteti ka instrumente të shumta, ka buxhetin, ka njerëz, ka strukturat të cilët mund të paraqiten të ngazllyer dhe protestues bashk, solidarizim me protestuesit, por mund të jenë edhe provokator për qëllime. Kanë qenë disa incidente të lokalizuara dhe të kufizuara, të cilat janë të pasqaruar dhe nuk dihet kush qëndron prapa tyre. Por partitë politike, sidomos në këtë rast disa parti të vogla, nuk aludoj në qëllimin e mirë të tyre, por në një farë mënyrë dëshirojnë të përfitojnë në këto raste dhe të rriten edhe rejtingun e tyre, por edhe votën e tyre për zgjedhjet të ardhme. Shqipëria do të ketë zgjedhje, mendoj, në një apo një tjetër skenar, Shqipëria besoj për një afat brenda një viti do të ketë zgjedhje të lira, nga se shifet që ky pushtet më është ta quaj në thojza i plagosur rënd dhe nuk ka gjas që të shif do të akuzat ju përmend më herët edhe ndaj Goxhait, i cili ka lexuar pas kërkesat në emër. Besoj që Goxhai ka dhënë një unë si qytetar. Patjetër. Me protest, nuk ka marrë ndonjë epitet të liderit të kësaj proteste, edhe pse mund të jetë, unë nuk kam dilemat të tilla. Unë flas për njerëz aq sa i njoh, nuk flas për njerëz në narrativin e konspiracionit dhe gjëra ndryshme. Po që se ka fakte për një figurë që është e lidhur me dikon, atëherë janë institucionet e shtetit dhe duhet të afrojnë fakte. Dhe kjo mendoj që është e dhëmshme dhe goditje që bën ka qenë në vijat e frontit, ajo dihet botërisht ku ka qenë edhe babai i drejtanit dhe vetë drejtani. Por partitë e vogla, mos dal nga tema, mendoj që janë të spostuara që të fitojnë ndoshta mbështetës, por më duket që protestuesit janë bukur stoik që të mos ketë implikim të partive politike. Brenda sa munat, ata nuk kanë instrument që ta ruajnë protesten se kush hin edhe kush del, qoftë të infiltruar me qëllime jo të mira, qoftë edhe nga lider. Më qenë se disa nga liderët muqi atje, pastaj me duket qori dhe një numër eksponentëve të partive, të cilat përfshirë me nga 1-2 deputet në parlament, tentojnë që zëri të shehu po ashtu, tentojnë që zëri tyre të jetë, mund të thëmë, për efekte, qoftë të ardhmes së tyre politike, por mendoj që protestat duhet ta nxjerrë një organizatë politike, një parti politike, një Shqipëri të re, ta quaj kështu, e cila duhet të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme. Si do rrjedhin pastaj proceset dhe votuesit nga do drejtorë dhe ku do ta parashojnë që ta udhëheqë Shqipërinë, atëherë do jetë ajo që sovrani vendos. Zoti Bilali, ndërkaq, rolin e opozitës pra të Partisë Demokratike të Shqipërisë, si e keni parë në të gjithë përfshirjen në këtë protestë, ndoshta ka qenë edhe më pak e përfshirë edhe për shkak se protestuesit në fillim dolën me pankartat Ramanburg dhe Berishamburg? Ky binom tashti është një sinonim i protestës dhe mendoj që është
është vështirë të ndahet nga ajo me qenë se opozita ka kohë që, mund të them, ajo që ka humbur kredibilitetin, por nuk ka pas masë që bashkangjitet, sepse mendoj që ky votuesi ndërmjetëm në një farë mënyrë ka qenë edhe sabotues dhe i lodhur nga figurat e tilla. Dorën e zemër, Partia Demokratike është dashur të jetë ajo simbolika me cila mund të lunte rolin e një opozite dhe t'i printe protestave, por është pa që fuqia saj dhe mund të them ajo tretja saj nuk garanton që mund të sfidon Ramën nesër. Kjo mendoj që në një farë mënyre, edhe pse parollat, mund të them thirrjet, më mirë, janë një pakënaqësi që shprehen ndaj pushtetit, po jo larg edhe opozitë edhe PD-s, sepse mendoj që proceset e brendshme në Partinë Demokratike kanë qenë, mund të them, ndoshta në një farë mënyre kanë shprehur pakënaqësi edhe vetë në antarësinë, dhe mendoj të gjithë këto që nga dorëheqja Bashës dhe rikthimi i Bashës, pastaj problemet dhe polarizimet e brendshme në parti, rezultati dobët në zgjedhje ka treguar që diçka nuk është në rregull me këtë forcë opozitare. Por mendoj që opozita ka nevojë që frontin ta ketë me pushtetin për momentin, nga se në një farë mënyre Rama ka arritur të krijojë strukturat e tilla dhe fuqitë e tilla, e cila është e trishme të tre deputet i ketë në 140 sa ka Parlamenti Shqiptar, do thotë fitues i zgjedhjeve absolut, dhe kjo jo absolut në shumicën, do thotë, e cila nuk është ndoshta e pritur, por problemi ka qenë që opozita ka qenë e fragmentuar. Dhe mendoj që roli i Partisë Demokratike dhe liderit të saj Sali Berisha duke qenë një plakje jo vetëm politike, por edhe biologjike, e cila në një farë mënyre ndikon në forcimin e Partisë Demokratike, por rivalitetin brenda zgjedhjeve të ardhshme do jetë me një forcë të re. Nuk e di organizatorët ta planifikojnë, nuk jam në dijeni për këtë që të dalin me një forcë politike, por unë besoj që do randi që gjithaj volum dhe gjithaj masë kërkon një përfaqësim. Qartë. Zot Bilali, mendoni se sot qeveria shqiptare është duke paguar të gjithë koston e skandaleve, akuzave për korrupsion, por edhe mungesën e besimit të publikut? Po kjo është e keqja, shef ata që janë të zhytur në aferat korruptive, dhe nuk janë afera të vogla, janë milion të tërë që kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve. Bile është një fjali që në disa vende të vish në të adhosh resorin e një qeveritarë të jesh minister apo ministre, brenda 2 muajsh mund të arrish të bësh milioner. Dhe kjo mendoj që kjo ngulfatje e tillë është hetuar, me duket Zvërneci nështë ka qenë sebepi. Por masa është dhe qytetari në Shqipëri, mund të them drejtën, para hunëve të tyre është betonizuar me pallate, rokaqej, ku ja kanë zënë edhe dritën e asaj banesës së shtëpia që ka pas. Dhe kjo nuk është e rastishme që të gjitha oligark dhe kjo strukturë janë të lidhur me pushtetin. Dhe kjo mendoj që gjithë ky proces i brisht i hyrjes në lakmin dhe qëroditjen për të glabritur sa të mundesh dhe të hallet e qytetarëve nuk mund të reagojnë, do thotë Shqipëria bën 36 vite nga rrëzimi i diktaturës dhe ndryshimi i sistemit, dhe mendoj që kjo është një një shoqëri me cilën gjeneratat e tilla nuk pajtojnë, që të vidhen, të poshtrohen dhe të fyet inteligjenca tyre. Mendoj që këtu është ajo poenta ku kjo gjenerat dhe mendoj që nuk do ketë pushim
apo zbejet e protestës deri në realizimin e qëllimeve të tyre. Sepse është plotësisht e drejtë dhe nuk po hyjnë ato konspiracionet sepse tek ne në Kosovë, si të përmendëm që këtu ka gisht Greqia dhe Serbia, atëherë njerëzit kanë aty dilemat pastaj se kush mund të jetë, po këto janë paranojat me të cilat nuk them që shërbimet e ndryshme nuk janë të interesuar të përcjellin atë situatë. Mirë po mendoj që është protestë e pastër e qytetarisë, e rinisë dhe shtresat të cilat më nuk durojnë ta quaj zullumin e korrupsionit dhe të hajrisë, hajdutrisë që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe kjo mendoj që është postulata e cila nuk mund të rikthen në pikën zero, por do jetë një zhvillim i cili mendoj do jetë për të mirën e Shqipërisë. Qartë. Mirë, zoti Bilali, ndërkaq për ta mbyllur, nëse qeveria do të vazhdojë të sillet sikur kjo protestë nuk ekziston, po shuaj, mendon se rrezikon ta thellojë më shumë të gjithë ndekun me qytetarët? Do gabonte, po që se do priste që do lodhet apo do zvoglohet numri i protestuesve. Mendoj që është momenti i fundit që të reflektoj një politikan i mirë, kam fjalë një politikan i vetëdijshëm, sa është i mirë në politikë nuk ka vërtet politika, është një lloj kanalizimi e cila bën gjithçka, por mendoj që edhe në politikë ka moral. Dhe vjen ai piku ku një farë mënyre boll është boll, por nëse nuk e kupton këtë shefi i ekzekutivit shqiptar, droj që Shqipëria do humbë. Dhe do kemi procese me cilat do ballavaçohem, Shqipëria nuk ka interes që të vazhdoj, ndoshta ky polarizim i tillë edhe një vit, 2 vite, nuk po them të merret modelet nga fësinjit atje, por nuk është e levërdishme për Shqipërinë, por edhe për interesin edhe të shtetit shqiptar që protestat e dhe zëri i tillë mos dëgjohet. Ata mund të kanë njerëz që për shembull kanë deklarime që as që dëgjo Rava, nuk do të ndodh kurrë tërheqja e tij. Ju rikujtoj fjalën e shefit të shërbimit të DDR-it në atë kohë kur ka thënë që Honecker dhe Gjermania Demokratike asaj kohë DDR-i nuk do ndryshoj dhe do bie kur të shelja të bë qershi. Por u po që brana 2 muajve ka ra. Edhe tash kjo formë e tillë që paraqitet nga ekzekutiva, shefi i ekzekutivit shqiptar, besoj që do jetë gabim. Qartë. Mirë, zoti Bilali, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Kemi arritur në fund. Ishte kënaqësi, zonja Zendeli. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema deri atëherë mirupafshim.